është dëshira. Kryeministri Edi Rama fton sipërmarrësit turq të investojnë më shumë në Shqipëri, si një vend që sipas tij po zhvillohet çdo ditë dhe ofron mundësi pafund. Shqipëria sot nuk është më ishulli i mbyllur që dikur e përshkruanin. Shqipëria sot është një vend i hapur, një ishull i bukur mundësish, një ishull ku mund të shumëfishosh investimin tënd dhe jo në shumë, por në pak vite. Me taksa fare të ulta, me energji të gjelbër, me një turizëm në rritje, me teknologji që zhvillohet për ditë dhe me një treg që e pret krahapur sipërmarrjen turke. Gjatë forumit të investimeve Shqipëri-Turqi, zëvendës kryeministrja Belinda Balluku renditi lehtësitë fiskale që përfitojnë ata që zgjedhin vendin tonë për të bërë biznes. Në sektorin e IT-s apo prodhimit të softwareve, Shqipëria aplikon 5% taks mbi fitimin ose përjashtim 15 vjeçar nga taksa për bizneset e shtrira në parqet teknologjike apo ato shkencore. Në bujqësi dhe agroturizëm aplikohet 5% tatim të paktën deri në vitin 2029. Për të gjithë ata sipërmarrës që duan të replikojnë këtë histori suksesi, duke sjellë brende me 4 apo 5 yje në Shqipëri, përjashtohen 10 vjet nga tatimi mbi fitimin dhe taksat vendore. Në këtë forum morën pjesë mbi 500 investitorë turq dhe u diskutua për mundësitë e investimit në 4 sektorë me potencial të lartë zhvillimi, si ndërtimi, teknologjia e informacionit, turizmi dhe bujqësia.